Miqtë e sportit shqiptar, mirëmëngjes, përshëndetje. Është emisioni radhës I emisionit të vetëm sportiv të Mërgatës Shqiptare, I emisionit që ka për qëllim e përsynim të kontaktoj e të prezantoj sportistët, dashamirët e sportit, punëtorët sportiv, ata të cilët shqiptarit I prezantojnë dhe I paraqesin në mënyrën më dinjitoze, në mënyrën më madhështore ku janë e ku veprojnë. Ashtu siç ju sjellin në çdo javë në emisionet tona bashkëbisedues të ndryshëm, sidomos deri më tani në Evropë, në Zvicër, Itali, Gjermani, Austri, për herë të parë në emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim do shkojmë të flasim më saktësisht për një trajner futbolli në Kanadën e Largët. Bëhet fjalë për profesorin Blerim Iljazi, I cili për disa vite jeton në këtë shtet të Amerikës Veriore dhe është duke kontribuar ashtu siç ka kontribuar në vendlindje me gjeneratat e reja, këtë veprimtari tani është duke e zhvilluar në Kanadë. Në minutat në vazhdim do ta njohim punën që bën e që ka bërë profesor Blerim Iljazi, qoftë në Kosovë sa ka vepruar për shumë vite, po tash edhe në Kanadë. Do të shohim për punën që bën me gjeneratat e reja, për metodën e punës që aplikon ai, për synimet që ka e për sukseset që ka pasur në karrierë. Përpara se të shkojmë e të lidhemi për të folur me profesor Blerim Iljazin, si gjithmonë dua të falenderoj ata të cilët kujdesen e përkrahin emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim me format e mënyrat e tyre. Faleminderit shumë për miqtë e këtij emisioni, për Shqiprim Saliun, për Lindim Jusufin, për Avni Mustafën dhe për Selajdin Saliun. Tani, nëse dëgjohemi, Blerim, faleminderit, kënaqësi që po e begaton emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim dhe je mysafiri I parë dhe je shqiptari I parë jashtë Europës që e flet për herë të parë në emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim. Kënaqësi. Kënaqësia dhe imja ka thënë. Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Sporti Shqiptar në Mërkim. Shpresojmë që gjatë këtyre minutave në vijim të shpalosim përvojën time këtu në Kanada. Patyshim se një falenderim duhet t'ja çojmë edhe një miku tim apo një miku tuaj që keni atje në Kanadë, që bëhet fjalë për Nebi Murselin, I cili me një fotografi të publikuar bashkërisht me ju të rehoqi vëmendjen time dhe ju jeni sot në këtë emision falë Nebi Murselit dhe unë e falenderoj përzemërsisht për këtë mundësi dhe për këtë lidhje që vendosi me ty. Po ashtu e falenderoj edhe unë Nebi Murselin dhe shpresoj që kjo mos jetë hera e parë, po intervistat dhe komunikimet tona të jenë edhe më të shpeshta. Gjithsesi, kënaqësi prej tash do të hapet dera edhe për sportistët shqiptar në vende tjera apo në kontinente tjera jashtë Europës. Do fillojmë aty ku duhet edhe të nisim. Cila është lidhja juaj me futbollin, kur keni filluar me futbollin, profesor Blerim? Fillimisht, unë jam I lindur në fshatin Llojan të Kumanovës, atje edhe ku kam përfunduar shkollën e fillore në Kumanovë, pastaj gjatë edukimit tim për shkollë mesme dhe në fakultetin e kulturës fizike, po ashtu kam vijuar shkollën në Kosovë, në fakultetin e kulturës fizike, se thash më herët në Prishtinë. Pastaj me përfundimin e fakultetit të kulturës fizike për herë të parë në Kosovë pas luftës është hapur edhe një shkollë e lartë për trajner futbolli, me që isha kurrështare dhe të mësoja më shumë punën e trajnerit futbollit dhe regjistrova atë shkollë për një afat një vit e gjysmë ashtu edhe kam përfunduar edhe shkollën e lartë për trajner futbolli. Pastaj me kalimin e kohës gjithnjë më shumë, domethënë, më sfidonte puna për trajner. Në vitin 2003 në Shkup kam ndjekur UEFA B licencën e futbollit. Dikur më vonë edhe në vitin 2011 për licenca A kam përfunduar në Tiranë. E kështu me radhë. Domethënë kemi edhe certifikata të tjera të cilat e plotësojnë këtë veprimtarinë time në futboll, siç është FIFA 11 Plus që kam marrë një
një prej certifikatave të njohura që vjen nga FIFA dhe nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit. Pastaj me kalimin e kohës edhe gjatë kohës së pandemisë do kemi pas edhe disa aktivitete tjera siç është licenca për scouting, po ashtu më bën përshtypje më shumë edhe puna me të rinjt, kështu që Federata e Futbollit e Kanadas ka ofruar edhe kurse të ndryshme për licenca. Gjatë kësaj periudhe që po flasim, unë jam edhe student i një kursi tjetër që quhet Youth License, që i përfshin moshën U13, U17, kështu që është pak më specifike dhe është pak më interesante për ndjekur. Njëkohësisht, jam pjesëmarrës i shumë seminareve të ndryshme, konferencave për trajner, programeve online, si webinare të ndryshme, edhe mundohena gjithmonë të jetë koherent me situatën e futbollit, me futbollin që më sfidon gjithmonë më tepër. Mund të them që gjatë kësaj periudhe bëj edhe minimum 1 ose 2 webinare të ndryshme gjatë online që kemi me trajnerë me kurse të ndryshme, edhe po ashtu literatura të ndryshme që gjithmonë më sfidon edhe që të jem edhe më tepër rreth futbollit. Po kjo do të ishte në pika të shkurtë, domethënë puna e edukimit tim si trajner futbolli. Edukim dhe mësime plot, po kur për herë të parë keni venduar në praktik mësimet tuaja? Shumë herët kisha me thënë në këtë drejtim, për herë të parë si trajner futbolli kam filluar të mirëm në moshën shumë të re, dikon kur edhe ende pa përfunduar fakultetin e kulturës fizike, në atë kohë një kolegu i imit, profesor Beqir Saqipi, në komunën e Likovës, në atë kohë ka fillu punën me një ekip futbolli, si quhet në atë kohë Fortuna, dhe që në atë kohë, domethënë, më angazhoi mua me ekipin e pionerëve të shkollës futbollit Fortuna, edhe që nga atëherë, domethënë, nuk jam nda aktiviteteve të ndryshme të futbollit. Domethënë, filloj me vitin 1997-98, dhe deri më tani pa ndërprer asnjëherë, domethënë, aktivitetet e mia në futboll janë të njëpastishme. Dhe pa ndërprerje gjithë aktiviteti kryesisht ka qenë me të rinjt. Si është punojsh me gjeneratat e reja? Është një punë shumë sfiduese, kisha me thënë, edhe është një diçka që gjithmonë si thash më herët, më sfidon edhe më mban për si themi për litari në këtë kuptim. Do të thoja që puna me kategori të reja është një punë shumë specifike, me që duhet merresh edhe me përveç trajningut edhe me gjëra tjera të cilat nuk gjenden nëpër ekipet e para, themi, kështu kur punosh me të rinjt. Puna me të rinj të sfidon më tepër, për arsye se luan edhe rolin e edukatorit, edhe trajnerit, edhe të prindit, edhe shumë gjërave tjera, kështu që puna me të rinj është një punë shumë sfiduese dhe shumë me përgjegjësi, do të thojë në këtë drejtim. Përpara se të dalim dhe të flasim për edhe arsyeën pse je pjesë e këtij emisioni, domethënë për folur për punën që bëni në kanat, sidomos me të rinj, dua edhe pak të ndalim për atë aktivitetin që keni pasur, sidomos në Kosovë. Edhe që kryesisht keni pasur punë, të thoja, me të rinjt. Na tregoni pak cila ka qenë veprimtaria juaj në Kosovë dhe kur ka nisur dhe deri kur. Domethënë me kalimin e kohës, siç thashë më herët, kam filluar në shkollën e futbollit Fortuna, pastaj në vitin 2001 kam kaluar në shkollën e futbollit Dykorriku në Prishtinë. Me përfundimin e luftës në Maqedoni, pastaj jam kthyer në Bashkim të Kumanovës deri vitin 2003, e që nga viti 2003 kam kaluar në shkollën e futbollit Keku në Obelisht të Kosovës. Pastaj gjithmonë gjatë kjo periudhë imja si trajner në Kosovë, domethënë lidhet me klubin e futbollit Keku, domethënë bëhet fjalë për një periudhë 8 vjeçare, që herë kam qenë si trajner futbolli ekipit juniorëve, herë drejtor shkollës futbollit, po edhe besa në moshën 29 vjeçare më është dashur të marr edhe drejtimin e ekipit të parë, kështu që
në këtë periudhë 8 vjeçare, domethënë janë ballafaquar me gjitha peripetitë e klubit që ka pas në kohë. E cila ka qenë më e lehta dhe cila ka qenë më e vështira? Të udhëheqësh ekipin e të rive apo ekipin e parë? Më e lehta dhe vështira dyhet janë kategoritë e reja, mirë po përgjegjësia më e madhe ka qenë me ekipin e parë, sepse ngarkesat e rezultateve kanë qenë gjithmonë që duhet fitohet ndeshja, që duhet edhe në fakt më thënë drejtën, nuk është ajo që më ka bërë presion klubit, mirë po ambienti që ekziston në Kosovë edhe në klubet e ndryshme të Ballkanit është diçka që jo vetëm të Ballkanit, por kur bësh fjalë për ekipin e parë duhet performanca, duhen rezultatet. Kështu që është patjetër që duhet të sillen rezultate që një trajner të jetë në ekipin e parë. Kurse te gjeneratët e reja, domethënë aty ku është procesi më i gjatë, nuk kërkohen rezultatet edhe më ka bën mua më shumë që të ndi vetëm më rahat edhe më frydhënës, kisha më thënë në këtë drejtim, krijimin e strukturave ndryshme të ekipit, po ashtu edhe ngritjen individuale të futbollistëve të ndryshëm që në atë kohë kanë gravituar shumë futbollistë me emër që sot janë prezent në futbollin e Kosovës. Përpara se të dalim të përmendim kush ka dalë nga, do kisha thënë nga koha juaj, ju me ekipin e Kekut keni pasur 3 tituj rradhazi. Po, me që kemi pas punë voluminoze në ekipin e shkollës futbollit Keku, gjithmonë rezultatet nuk kanë munguar, me që në atë kohë kemi pas një grup shumë të madh të futbollistëve të talentuar në shkollën e futbollit Keku. Mos të harrojmë pa e përmend edhe stafin e shkollës futbollit me gjithë kolegët e tjerë që kemi punuar nëpër kategoritë e ndryshme. Do të thënë fitimi i ekipit, i titullit 3 vjet radhazi në Kosovë me ekipin e juniorëve nuk ka qenë punë e imja, por ka qenë punë grupore e përgatitjes futbollistëve që nga mosha e pionerëve, kadetëve, derisa kanë ardhur te juniorët, domethënë ka qenë një punë e madhe, voluminoze për shumë vite dhe si rezultat është faqe edhe kanë ardhur rezultatet në mënyrë ekipore siç edhe përmendëm më herët. Tash do kthehemi te ajo që paraprakisht e fillove dhe do dëshiroj tash ta tregoni gjatë kohës suaj sa keni qenë si udhëheqës i këtij ekipi që ka fituar 3 herë titullin kampion i Kosovës. A keni arritur të nxjerrni ndonjë futbollist që sot ndoshta është edhe me emër? Do kishit veçuar dikën? Po, në fakt lista e futbollistëve me emër që thua si thonë ju është e madhe, më të thënë drejtën, por që mos të metem dikujt borç në përmendjen që t'ja përmend emrin, kisha më thënë këtë drejtim, po do të kisha veçuar 2 a 3. Më thënë është pjesë e shkollës futbollit të asaj kohe kur kemi punuar neve në shkollën e futbollit Keku, ka qenë portieri kombëtarës e Trit Berisha, pastaj 5 fish futbollisti i vitit në Kosovë Mentor Shdrella, para 2 vitesh ka qenë Armend Thaçi, po ashtu futbollisti i vitit në Kosovë, Argjend Malaj, tash mos të mbetën borxh edhe futbollistëve tjerë, po sidoqë tjetër kanë fjalën që futbollist me emër edhe me shumë ndikim në futbollin e Kosovës. Domethënë është bërë një punë shumë e madhe e stafit të shkollës futbollit Keku në atë kohë që kemi pas edhe rezultatet edhe po ashtu edhe ngritjen individuale të futbollistëve me emër që janë sot. Cila ka qenë strategjia juaj sa keni qenë në Kosovë? Të fitoni tituj apo të punoni për të nxjerrur emrat të futbollit? Tash kur e shohim, ju numroni disa prej shumë futbollistëve që kanë dalë. Po, ka qenë e dyanshme, me thënë drejtën, sepse që të mbjetosh futbollin e Kosovës gjithmonë duhesh të fitosh ndeshje, të fitosh tituj edhe të krenohesh me ato që e bën. Po krahas kësaj vijnë edhe futbollistë me emër, mirë po te pyetja juaj është diçka që është ngritja individuale edhe profesionale e futbollistëve do të ishte edhe më e mirë se sa ngritja e trofeve në fund vitit. Më thënë për mua, nëse duhet me zgjedh titullin nëse futbollistin, në këtë rast do zgjedha futbollistin. Sa keni qenë në Kosovë, keni
A keni pasur këtë mendësit, ose këtë mendësit punës, ose kjo është tek tashi pasi keni kaluar në Kanadë dhe e keni kuptuar se ndryshe duhet të vepruar? Ardha ime në Kanada, më thënë drejtën kuptimin e mentalitetit dhe sjelljes individuale, për mua si trajner ka ndryshuar shumë. Domethënë duke i pa ambientin që ekziston këtu, është dashur të ambientohem këtu, jo të Kanadaja ose ekipi ku punoj ta ndryshoj çastin për shkak të një trajneri që vjen nga Evropa ose nga Kosova. Domethënë ambienti më ka detyruar ta ndroj çastin, edhe mund të them që me plot gojë them që ajo që ekziston këtu në Kanada është diçka që duhet të instalohet edhe në shtetet tona atje në Maqedoni, në Kosovë, Shqipëri e kështu me radhë. Për vetë faktin sepse këtu nuk shikohet rezultati në fillim të karrierës së futbollizmit, domethënë kërkohet që fëmijët të kenë një ambient të shëndosh, atje ku gjithë ata që marrin pjesë në futboll janë të mirëseardhën, kanë vlerat e veta, edhe gjithmonë kanë sfidat gjatë procesit stërvitor dhe ndeshjeve. Kështu që ambienti i futbollit pozitiv, kam fjalën ambient pozitiv, që fëmijët e kanë këtu është diçka që duhet instalohet, siç është edhe më herët edhe në trojet tona. Ndoshta edhe pyetja e fundit përpara se të dalim dhe të flasim vetëm për në Kanadë, gjatë procesit të punës në Kosovë, me siguri keni pasur edhe raste, siç është thënë edhe vetë, ku jeni fokusuar më tepër te rezultatet, të bëni rezultate, duke mos i anashkaluar edhe nxjerrjen e futbollistëve të ri, po a ka pas gjatë këtij procesi do kisha thënë ndonjë gabim padashje që dikuj ja keni hëngër hakun, do kisha thënë kështu, që se keni parë në si tuaj si një futbollist me perspektivë, e ndër pastaj koha ka treguar ndryshe. Po, kemi pas raste edhe jo që kemi hangër hakun, me thënë këtë drejtën, në këtë drejtim, po në kohën kur ai ka qenë pjesë e ekipit, nuk i ka pas rezultatet sikur që i kanë pas shokët e vet. Mund ta them një prej rasteve ka qenë Armend Thaçi, domethënë ish futbollisti i vitit në Kosovë vjet, që në kohën e moshën e kadetëve, domethënë moshën U15, U16, ai shumë pak ka pas kohën e minutave të ndeshje. Domethënë pavarësisht kohës, ambienti që ka ekzistuar në Kosovë në atë kohë ka qenë shi, ftohtë, nxehtë, Armendi gjithmonë kemi pasur stërvitje, mirë po në ndeshje nuk e kemi pas të arsyeshëm me fut, për arsye se siç thash edhe më herët, rezultatet kanë qenë primare dhe duhet të fitohet ndeshja. Armendit ju ka kriju mundësia vetëm kur rezultati ka qenë me të thënë drejtën 2 ose 3 më tepër për ekipin tonë, dhe prandaj Armendi ka gjetë hapësira të tilla. Kurse me kalimin e kohës, me evoluimin e tij në kohën e pubertetit, siç dihet, futbollistët gjithmonë evolojnë edhe përparojnë. Edhe Armendi, domethënë, kishte një talent të pazbuluar, kisha më thënë deri në atë kohë, kurse momenti që jep koha për me lujt, hyri në ndeshje, e dha maksimumin edhe mbeti ashtu siç është edhe sot. Domethënë, një futbollist që kohën e minutave në ndeshje në Kosovë që ka luftuar shumë për ta gjetë, nuk e gjen këtu në Kanada, për arsye se ambienti në Kanada ose rregullat që ekzistojnë këtu janë kisha më thonë në drejt të futbollizmit. Do të thonë kur fëmia regjistrohet në një shkollë futbolli, ai minimum afërsisht 50% të kohës ka drejtën e lojës. Do të thonë fatkeqësisht në atë kohë, dhe besoj edhe sot në Kosovë ose në Maqedoni kudo tjetër, nuk janë këto parametra, këto kritere, këto rregulla. A jeni të befasuar nga shpërthimi i Armendit? Shumë, edhe unë herën e fundit kur e kam takuar Armendin, jam munduar edhe ta sqaroj me të këtë situatë, sepse kur kam marrë këtu siç ashtu më herët ka ndryshuar mentaliteti im i çastjes ndaj futbollistëve të ri, kështu që në një farë mënyre i kam kërkuar edhe falje, me thënë drejtën, sepse edhe pse ai nuk e shihte si diçka që është e patjetërsueshme që trajneri të kërkon falje një futbollisti, mirë po Armendi
ka ardhur gjithmonë në stërvitje, edhe nuk është ndalë asnjëherë, më thënë vullnetin edhe karakteri i tij nuk e ka lënë që se ka shpresuar në vetë ai që do ta ketë, jo pse dikush tjetër e ka motivuar. Unë shumë herë pyes vetë tham sa armenda i kena pas në duart tona, edhe ato që s'kan pas durimin me prit një minutazh nga trajneri Blerim, edhe është detyruar ta ndërpres futbollin, kështu që vje keq për këtë situatë që ka ndodhur, por që edhe në tjetër është një mesazh për gjithë trajnerët e Kosovës edhe të kudo që punojnë me kategori të reja, gjithë ato të cilët e ndëgjojnë këtë emision, që rezultatet absolutisht nuk janë të rëndësishme, por që koha edhe përkushtimi për kategori të reja, për futbollistë të ri, duhet të jetë edhe më i madh se që e bëjmë sot. Dhe kalojmë tash aty ku edhe mua dhe besoj edhe shikuesve të emisionit Sporti Shqiptar në Emergim na interesojnë ta njohim profesor Blerimin. Na tregoni kur keni kaluar, kur jeni vendosur në Kanat dhe mbas sa kohë keni filluar sërish me punën, aktivitetin tuaj si edukator, si trajner futbolli në shkollat e futbollit atje. Po, në Kanada kam ardhur në vitin 2011 këtu, domethënë kemi bërë një dekadë, 10 vjeç këtu në Kanada që punojmë edhe veprojmë si trajner futbolli. Në fillimet e tona kanë qenë të vështira, sepse menjëherë nuk kemi mund edhe të inkuadrohemi nëpër shkollat e futbollit ose në ekipet e futbollit. Mirë, po fati im ka qenë pak më i shpejtë edhe pak më i mirë, me thënë se në krahasim me të tjerët, që në vitin 2014 unë vetëm kanë qenë si drejtor teknik i Akademisë Phoenix në qytetin e Winnipegut, në Manitoba. Edhe në atë kohë 2015-2018, në njëjtën kohë kam qenë edhe si trajner i akademisë, sepse provinca e Manitobas ka pas një marrëveshje me Vancouver Whitecaps, me akademinë që punojnë nga Whitecaps, që është ekipi MLS-it. Futbollistë më të talentuar nga kjo provincë kanë pas përvoja të ndryshme edhe kemi dërguar në Vancouver. Edhe domethënë gjatë kësaj periudhe kam bërë punën e dyanshme, edhe si drejtor teknik edhe si trajner i futbollistëve të talentuar në Manitoba që kanë qenë për Vancouver Whitecaps. Pastaj në 2020-ën jemi shpërngul këtu në kryeqytetin e Kanadas në Ottawa. Punoj në Kingston si drejtues dhe përgjegjës për futbollist me performancë të lartë dhe po ashtu jam kryetrajner e ekipeve të ligës së OPDL, që i përfshin moshën U13, U17. Bëhet fjalë për dy kategori, kategorinë e meshkujve edhe po ashtu edhe të vajzave. Domethënë afërsisht i mbikëqyri afërsisht diku 150 futbollistë, si thashë më herët që janë të dalluar me performancë të lartë dhe qëllimet e tyre që janë se liga, domethënë i ka kriteret e veta, sepse të jesh pjesë e kësaj lige, domethënë duhesh të jesh një futbollist me performanca të larta. Edhe qëllimi i këtyre gjithë në futbollistëve është një ditë të arrijë një scholarship ose një bursë nga universitetet e ndryshme, qoftë në Kanada, qoftë në Shtetet e Bashkuara. Po ashtu edhe të bëjmë pjesë edhe në për ligat në MLS në Shtetet e Bashkuara ose këtu në Kanada. Loja e futbollit përqendrohet në proces të zhvillimit të ndeshjes e jo asnjëherë në rezultatet e lojës. Kurse filozofinë e punës gjithmonë e mbështesim në 3 shtylla kryesore: në ambient të shëndosh dhe pozitiv, nga këndvështrimi i futbollistëve se si duket ajo dhe nga këndvështrimi i trajnerëve se si duket ajo.
në Akademinë e Futbollit Kingston, domethënë që të përparojnë fëmijët, ata gjithmonë duhet të ndihen veten se janë të mirëseardhur në ekip, pastaj janë të respektuar, janë të sigurt, kanë vlerë, do të jenë të sfiduar gjithmonë, ata duhet të ndjejnë në fakt që po zhvillohen e përparojnë gjithmonë. Kurse nga këndvështrimi i futbollistëve, ata gjithmonë duhet të punojnë shumë, sfidojnë njëri tjetrin deri në maksimum, të jenë të respektuar dhe pozitive dhe inkurajues me njëri tjetrin, që të guxojnë dhe të mos frigohen edhe kur gabojnë. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme për filozofinë e punës që mundohem ta mbjellim te fëmijët neve këtu, të jenë të motivuar, kreativ, me qëllime të larta për arritjen në karrierën e tyre futbollistike. Po ashtu edhe nga këndvështrimi i trajnerit, domethënë edukatorit, që më shumë të punojnë e më pak të flasin, sepse filozofia e trajnerëve në Kanada, këtu sidomos unë ku punoj, është që kur mundohen me sqaruar një gjë, shkojmë shumë detaje të gjata, kështu që fëmijët janë atje për të luajtur futboll, jo edhe aq shumë ta ndëgjojnë kushtimisht, më thënë, në këtë pikë trajnerin. Të jenë pozitiv, domethënë gjithmonë trajnerët duhet të jenë pozitiv në stërvitje dhe gjithmonë të merr shembuj të mirë, domethënë të kape fëmijët kur bëjnë mirë dhe ata të ndërpresin ndeshjen, me thonë ja ky është një momenteve që unë po kërkoj. Gjithmonë domethënë kreativ, profesional, vrojtues, organizator i mirë i ndeshjes edhe i stërvitjeve, me pasion i përgatitur për çdo stërvitje kështu me radhë. Domethënë qëllimi i stërvitjes të jetë në qendër të vëmendjes tek fëmijët e të tjerë. Domethënë këto janë disa faktorë ose disa shtylla që neve i kemi shumë të inkurajojmë trajnerët që të zbatojnë gjatë çdo procesi stërvitor, po ashtu edhe gjatë ndeshjeve. Puna që bëjmë këtu është një punë voluminoze, mund të them, sepse është aq sfiduese edhe konkurruese, sepse këtu bëhet fjalë për një veprimtari që futbolli nuk është sikur te neve çdo fëmijë ta ketë futbollin prioritet, por këtu bëhet fjalë për një konkurrencë të sporteve të ndryshme, siç mund të jetë futbolli amerikan, basketbolli, po ashtu në Kanada është shumë i madh edhe hockey. Domethënë bëhet fjalë për një konkurrencë të sporteve të tjera, të cilët po nuk dite ose nuk konkurrove me programe të mira edhe të qarta, do të jetë shumë vështirë që të sfidosh fëmijët me ardhmë të luajnë futboll. Programet i krijoni vet apo vetë federata? Ka ndikim federata, mirë po gjithmonë federata i lën edhe hapësirë që zakonisht programet bën mbi dy kritere. Domethënë kriteri i parë është kushti çfarë i ke, edhe kriteri i dytë është cilësia e futbollistëve. Domethënë mbi dy këto parametra krijohen edhe programet. Neve gjithmonë jemi në hap me kohën, domethënë gjithmonë kur konkurrojmë për paraqitjen e programeve në konferenca ndryshme, është diçka që gjithmonë kemi të përgatitur voluminoze, mund të them, sepse kanadezët dojnë të kenë të qarta ditën e parë, që nga dita e parë deri dita e fundit kur bëhet fjalë për fëmijët e tyre. Domethënë një program i organizuar, një program i voluminoz edhe një program i shumë detajuar. Si është një sezon futbollistik të kisha quaj për ju? Atëherë një sezon, neve kampionati për neve gjithmonë fillon në kohën e muajit janar. Mirë po seleksionimin e bëjmë neve në muajin nëntor. Domethënë që nga muaji nëntor seleksionimi dhe kategorizimi i fëmijëve bëhet në muajin nëntor. Pastaj futbollistët që janë në performancë të lartë i afrohet edhe kontratë 1 vjeçare, kështu që i jepet hapësirë edhe kohë prindërve që në muajin dhjetor ta mendojnë këtë mirë. Domethënë gjithmonë para festave ato e pranojnë kontratën ose heqin dorë nga ajo. Sido që tjetë, domethënë sezona fillon në muajin janar, për shkak kushteve edhe ambienteve temperaturave që është e ftoftë këtu, në muaj janar, shkurt edhe mars kemi stërvitjet nëpër salla të mbyllura, që janë me bore artificial, fusha me dimensionet për masa të fushës madhe. Edhe pastaj në muajin prill fillojmë edhe stërvitjet në ambient të hapur. Kurse muaji maj është sezoni kur fillon sezoni i garave,
Pastaj qershor, korrigosht e shtator, atëherë gjithmonë janë këto pjesë ku garat zhvillohen deri në muajin tetor kur e kemi edhe play-offin, domethënë garat ato ekipe më të mira që kualifikohen për play-off. Edhe pastaj prap themi në nëntor në procesin siç e thashë më herët, seleksionimi dhe kategorizimi i ekipeve që vijnë pastaj për vitin vijus. Profesor, e dim se gjithandej faktikisht edhe PSS edhe në kanat nuk janë në një ekip, nuk janë të gjithë qoftë futbollistë, qoftë edhe të rinj më të mirët. Si shikoni ju si trajner? Në këtë kontekst mund të them që domethënë Kingston United, akademia ku punoj unë, kategorizimin e bën në grassroots soccer. Domethënë grassroots i bjen që nga mosha U4 deri në moshën U12. U4, U5, domethënë aty nuk kemi gara, vetëm kemi familiarizim i fëmijëve me sportin e futbollit. Pastaj mosha U8, U9, U7, U8, aty mund të kemi edhe grupe të vogla, domethënë në formatin e ekipeve, kurse kampionat ose garat fillojnë që nga mosha U9. Domethënë në U9, U10 i kemi loja zhvillohet me 7-7, kurse U11, U12 ndeshjet zhvillohen në përmasa të ekipeve 9-9. Nëse në ekipin U9 i kemi 5 ekipe të regjistruar, domethënë që numri i futbollistëve me një ekip është maksimum 12, neve duhet të krijojmë themi 5 ekipe. Në 5 ekipet që bën gara, domethënë të gjithë janë afërsisht në baraspesh në kuptimin e cilësisë. Domethënë nëse kemi për gjithë atyre 60 futbollistëve 10 më të mirët, ato 10 futbollistë më të mirë do t'i ndajmë nga 2 në 5 ekipe, pastaj kategoria e dytë të fëmijëve që është nga 5 ato themi mesatar, edhe sepse këteve në Kanada nuk quhen futbollistë të dobët, po si quajmë ne, po neve mund të quajmë fëmijë që kanë nevojë për ndihmë, më mirë themi ashtu. Edhe gjithmonë kjo pjesë neve na sfidon edhe që t'i bëjmë baraspeshën e fëmijëve në këtë kontekst. Baraspesha, domethënë kategorizimi i ekipeve, kur një ekip me ekipin tjetër, themi ekipi 1 kundër ekipi 2 luajnë mes vete, rezultati nuk guxon të jetë më shumë se 2 ose 3 diferencë, asnjëherë 7-10-0, sepse atëherë themi që ekipi që humb me atë rezultat thellë do të demoralizohet dhe nuk do të ketë kënaqësi që ta vazhdojë karrierën si futbollist. Edhe pse si staf teknik, gjithmonë neve duhet të kemi parasysh që ne jemi këtu edukator dhe duhet të mbajmë fëmijët sa më gjatë që është e mundshme në sportin e futbollit. Për vetë faktin që thash më herët se është një konkurrencë e madhe e sporteve tjera, kështu që nuk mundohemi që fëmijët të jenë luajnë futboll sa më gjatë, që mos na ikin në sporte tjera. Edhe pse multisport, domethënë sporti shumë dimensional rekomandohet këtu, që një sezon themi të luaj futboll, pastaj sezonin tjetër një sport tjetër, prapë kthehet te futbolli, kështu që të ketë një larmishmëri të sporteve derisa të hyjë në sportin ai që e përcakton themi mosha 13-15 vjeç. Çfarë thot përvoja, profesor Blerim, me këto fëmijë që kanë nevojë për përkrahje apo të dobët të ne siç i quajmë? Arrini të aktheni besimin apo ti bëni të fortë edhe këta? Tentimet janë gjithmonë, edhe pse përpjekjet e futbollistëve edhe prindërve të atyre fëmijëve janë gjithmonë që të mbajnë fëmijët sa më të gëzueshëm në procese stërvitore, edhe pse e jona si trajner është ta krijojmë ambientin pozitiv. Domethënë asnjëherë ata mos të ndihen të lënë anash, asnjëherë mos ndihen të diskriminuar në kuptimin që ja ky është nuk din të luajë futboll ose ku di arsye të tjera që fëmijët mund të kenë ato paragjykime, por që e jona si edukator sportiv
duhet të jetë që fëmijët i marrim të motivuar edhe të gjithmonë të sfidojmë ato që të arritje sa më të mëdha. Zakonisht Federata e Futbollit këtu në Ontario, sidomos liga ku punoj unë është OPDL, dhe më thënë rekomandohet se jo gjithmonë e kemi patjetër që duhet në formacionin 4-3-3. Gjatë edukimit të fëmijëve që nga mosha 13 vjeçare, neve kemi edhe rolin edhe përgjegjësinë për secilin pozitë që fëmijët luajnë. Domethënë portieri, roli dhe përgjegjësia, pastaj pozita e ndryshme në formacion që i kemi është bëhet fjalë për mbrojtjen e djathtë që gjithmonë emërohet si pozita nëmër 2, mbrojtësi qendror i djathtë pozita nëmër 3, mbrojtësi qendror i majt pozita nëmër 4, pastaj del në pozita nëmër 5 është mbrojtësi i majt. Si gjithmonë 6 mbetet aty ku është si mesfushor defensiv, kurse pozita 8 dhe 10 janë dy pozita të cilat janë mesfushor ofensiv. Edhe në formacionin 4-3-3, domethënë pozita nëmër 7 i bie alo e djathtë, pozita 11 është alo e majt dhe gjithmonë si qendër sulmues mbetet pozita 9. Domethënë gjithmonë po flasim për në këtë ligë që fëmijët minimum duhet të kenë dy pozita të specializuara, kurse nëse flasim pak për grassroots soccer, domethënë nën moshën 12 vjeçare, atëherë pozitat çdo fëmijë duhet të bëjë rotacionin e tyre gjatë formacioneve që përcaktohet nga trajneri. E kam fjalën që një ditë, një ndeshje, një fëmijë mund të luajë si pozitë nëmër 6 si mesfushor defensiv, kurse ndeshjen tjetër mund ta shohësh edhe si pozitë nëmër 9. Domethënë rotacioni i fëmijëve gjatë formacionit çdo ndeshje i ndihmon atyre që ta kenë më të mirë edhe më të qartë pozitat e ndryshme. Domethënë duhet ata të përjetojnë, jo vetëm të thënë unë kam qef me luajtë si mbrojtës themi, kurse asnjëherë si sulmues, mirë po detyrohet nga trajneri, sepse puna dhe programi i kategorive të reja, sidomos të grassroots soccer, është që çdo fëmijë ta provojë një herë gjatë kampionatit ose edhe më shumë që të luajë në pozita të ndryshme, edhe shpeshherë mund ndodhë që edhe mungesë portierët ta shohim edhe një ndeshje ki pas nëmër 9, po se ditën tjetër, ndeshjen tjetër e ki pas edhe portier. Faktikisht i bie që gjatë kohës kur ata që janë nëpër ndeshje, ata duhet janë të gatshëm edhe të ballafaqohen me pozita të ndryshme në formacion. Për ju kjo është ngarkesë që çdo fëmijë të mundet të bëjë rotacion? Jo, nuk është ngarkesë sepse neve nuk i ngarkojmë trajnerët që duhet të fitohet ndeshja me patjetër. Domethënë kjo është pjesë e procesit, do të thojë më mirë. Domethënë derisa mbështetesh në procesin e programin e punës, atëherë trajneri ka më të lehtë. Nuk është ngarkesë, është një sfidë për trajnerët edhe për fëmijët po ashtu, sepse ne nuk dëshirojmë që një fëmijë të jetë vetëm themi, unë jam pozita nëmër 9 edhe nuk dal nga kjo pozitë. Domethënë del nga pozita 9 luan me sfashor, herën tjetër luan si mbrojtës, në herën tjetër mundohet që luan edhe si portier, por që edhe pa dëshirën e tyre, ndoshta ka një herë, por që e pranon, duhet ta pranoj, edhe duhet të bindet se është trajneri i cili vendos edhe duhet ta zbatojë. A më ndoshta arrini të përfitoni edhe prej këtyre rasteve, domethënë shihni ky fëmijë që ka më mirë në këtë pozitë, jep më shumë kontribut në këtë pozitë se sa në atë ku ka qenë paraprakisht. Ideja është gjithë kjo që trajneri fiton edhe përshtypje të ndryshme, domethënë gjatë kohës ndeshjes, e sheh që një fëmijë nuk mund të luajë si mbrojtës, po luan si mesfushor ose anasjelltas. Kam fjalën që benefitet janë të dyjanshme, edhe kështu që edhe prandaj rekomandohet që desha të them edhe më herët që rezultatet që nga mosha U9 deri U12 as nuk shënohen nga liga. Domethënë ndeshja zhvillohet, fëmijët gjithsesi që tentojnë ta fitojnë ndeshjen, mirë po ngarkesë trajneri nuk e kanë, prindërit nuk e kanë, edhe nuk figuron tabela se kush është i parë, kush është i fundit. Domethënë është diçka që ndeshja e futbollit zhvillohet vetëm sa për të bërë një paraqitje fundjavës, kurse këtë tjetër është kuptimi që fëmijët duhet të kenë më shumë zbavitje gjatë ndeshjeve se sa ngarkesën e rezultatit. Në çfarë kushtesh punohet në kanat? E kam fjalën u ofrohen kushtet më bashkohore ose kuptimin këtu terrene sportive, kushte tjera,
çfarë i duan futbollit. Do na kishit treguar pak si është përvoja atje, sepse keni punuar edhe në Kosovë. Nuk do kisha dashur të bëj krahasimi, po megjithatë dim se si punohet, ta njohim pak Kanatin. Infrastruktura gjithmonë është një prej kritereve shumë të mëdha këto që i bëjnë. Domethënë fëmijët kanë edhe fushë me bari artificial, po ashtu edhe me bari natyral. Domethënë infrastruktura gjithmonë është në shumë e ngritur, shumë në nivele të larta. Kushtet janë shumë të mira edhe pse shteti nuk ndihmon as pak, domethënë është gjithmonë prindërit ata që sponsorizojnë fëmijët e tyre. Edhe pse flitet për një shumë të lartë, domethënë për kategorinë unë ku stërvis fëmijët, domethënë paguajnë diku afërsisht $5,000 vetëm participim për qëndrime nëpër OPDL League. Kurse plus duke i pas parasysh edhe gjatë garave, kampionatit garave kemi ndeshje jashtë me udhëtime të gjata, atëherë i bie që ato të një natë para ndeshjes të shkojnë nëpër hotele, kështu që është një kosto më e madhe për familjet. Mirë, po sidoqë që jetë, prindërit kanadez janë shumë të përqendruar edhe shumë të dhënën mas fëmijët e tyre që t'ja krijojë mundësitë më të mira të mundshme që derisa ai të bëhet i pavarur. Kur thoni prindërit kanadez janë të interesuar, do kisha thënë, të përkushtuar të ofrojnë kushtet, sa janë prindërit kanadez ose kështu të kisha thënë, a janë nga ata që u rrin mbi kokë juve, që juve impresion në punën tuaj? Fatmirësisht jo. Domethënë, prindërit kanadez, edhe nëse kanë ndonjë vretje, themi, pas ndeshjes, asnjëherë ato e kanë të ndaluar për 24 orë që të kontaktohet trajneri. Domethënë, ata nuk e kanë numrin e trajnerit, numrin e telefonit të trajnerit, po ekziston vetëm emaili që ata duhet ta njoftojnë së paku në fillim udhëhecin e ekipit, që i bie si lloj team manager. Ai emailin ai e pranon i pari edhe ai e sheh është e arsyeshme që të njoftohet trajneri për problemin që po ndodhet të prindit ta trajtoj. Sidoqë tjetër edhe nëse bjen deri te trajneri që ta trajtojë atë problematik, domethënë prindi duhet gjithmonë të pret 24 orë pas përfundimit ndeshjes. Arsyeja që i bie që mas 24 orëve fëmijët edhe ftofen, edhe sidomos prindërit nuk janë ato që do t'ja kishte thënë trajnerit më njëherë për atë moment pas ndeshjes. E çfarë thot përvoja sa ke qenë vendligje? A ke pas këtë përvojë të mirë atje? Siç njihemi neve si një popull pak me adrenalin edhe pak me tension pas ndeshjes, gjithmonë i kanë ishfaqin pa kënaqësitë e tyre, por që kryesisht nuk kanë pas probleme, por e di që trajnerët në Kosovë edhe kudo në Ballkan i kanë këto probleme, i kanë këto presionet e prindve, kurse këtu nuk ekzistojnë, por që janë më të vogla me shifra, janë më të vogla me përpjekjet që ta shtrojnë ndikimin e trajnerit. Domethënë, nuk vjen shprehje një prind ta shtrojë ndikimin e trajnerit. Do thobi troç prindëve ta kenë të qartë. A u ndihmon ai reagimi i tyre apo kjo ndërhyrja nga anësh? Edhe pse mendojnë që i ndihmojnë, mirë po as pak. Unë të them që edhe këtu gjatë ndeshjes prindërit nuk kanë drejt përveç përkrahjes morale që mund ta bëjnë fëmijëve vet. Përndryshe, nëse mundohet të jap drejtime të ndryshme gjatë ndeshjes sidomos, se çfarë të bëjë fëmia vet, ku duhet të luajë, ku duhet të pasoj, ku duhet godes në port, domethënë ato nuk vinë shprehje, domethënë nuk ka ndikime nga jashtë nga ana e prindve, as pak, është ndaluar. Kurse me këtë fakt është që fëmijët e kanë edhe më të lehtë, domethënë ta zhvillojnë aftësitë e veta, të bëjnë vendimet i marrin vetë gjatë ndeshjes, kështu që një udhëzim, një rekomandim, një lutje deri te prind, kudo që e përcjellin këtë emision, që ata nëse shkojnë me pa ndeshjen, le të shkojnë me pa ndeshjen, e asnjëherë ta përkrahin fëmijët e vet, ta përkrahin ekipin ku luan ekipi djali po mendon ekipin, por asnjëherë domethënë mos të tentojnë që ta japin instruksione ose drejtime nga jashtë, për arsye se ai nuk e din se çfarë trajneri ka thënë fëmijës gjatë ndeshjes. Domethënë detyrat
çdo fëmijë duhet të zbatojë pavarësisht nga trajneri që i thotë. A bëni analiza mbas ndeshjeve kur keni? Po, fatmirësisht neve kemi edhe mundësit me pas edhe resurse tjera përmes videove të ndryshme, përmes incizimeve të ndeshjes. Një prej të fundit është që kemi edhe VAO kamerën. Ajo është një prej mjeteve më të mira që mund të them që i kemi për momentin, për arsye se ajo është një platformë ku incizohet ndeshja, edhe pas ndeshjes atëherë çdo fëmijë ka të drejtë akses, domethënë ka qasje në ndeshjen, me pa ndeshjen edhe faktikisht me vlerësu vetveten. Një të kohë gjatë kësaj periudhe të dimërorit neve me të pa edhe të shqyrtu mundësinë që ta kemi edhe videoanalistin ose një person që merret me statistikat e ndryshme gjatë ndeshjeve, domethënë gjithmonë të kemi shifra. Neve nuk fokusohemi në aspektin fizik, se sa ka vrapu një fëmijë, sa ka bë vrapime të shpejta, të shkurta, gjata, sepse kjo nuk është e kategorive të reja, domethënë absolutisht nuk rekomandohet kjo, por që në aspektin e elementeve teknike, në aspektin e vendosmërisë se ku të pasohet, ku apo shikon majtas djathtas para se me marr topi, domethënë këto janë disa momente që neve mund të fokusohemi më tepër, edhe që kjo çka neve mundohemi të bëjmë është që të krijojmë shprehi pozitive që fëmijët të marrin vendime të ndryshme në momente të ndryshme të lojës. Domethënë, kameran që e kemi për momentin është VAO, është një prej kamerave më të sofistikuara sepse nuk ka kamerman fizik, po gjithmonë kamera e përcjell lëvizjet e topit edhe gjithmonë e ka domethënë një pamje shumë të mirë të fushës. Kjo është një prej gjërave që do t'ja kisha rekomandu çdo ekipi, çdo skuadër ta ketë në trojën shqiptare. Profesor Blerim, do të kisha dashur për fund t'ju pyes si e shihni tash nga larg futbollin shqiptar në përgjithësi. Sa ka përparuar prej kohës kur ju ku keni qenë, shohim se tani për shembull viteve të fundit shqiptarët kanë arritur të kenë edhe nga 6-7 deri 8 ekipe që kanë marrë pjesë në garat kualifikuese të UEFA-s këtu. Si e shikoni? Është një ngritje shumë e madhe, me thënë drejtën, është për periudhën kur kam qenë në Kosovë edhe nuk ka pas edhe shumë numër të madh në atë kohë, por që në këtë 10 vjeçar është ngrit shumë numri i futbollistëve shqiptar gjithandej. Domethënë të fillon nga Zvicra, domethënë gjithë kombëtarja përveç ekipit A ka mbi 50% çdo ekip më duket ka edhe shqiptar atje. Pastaj në Gjermani gjithashtu, në Kosovë është ngrit më të madhe, domethënë cilësia në futboll. Mos flasim në Shqipëri ka ikë shumë larg, sidomos aspektin e infrastrukturës kanë ikë shumë larg ata, janë diçka për më mahnit, edhe jo rastësisht UEFA ka ndarë për si vjet finale e Ligës Konferencës të mbahet në Tiranë. Domethënë gjithandej kemi ngritje, gjithandej kemi zhvillim, është diçka që ndje keq që jam këtu, me thënë këtë drejtim. Domethënë edhe ekipet shqiptare në Maqedoni në këtë, sidomos në 5 vjeçarin e fundit, më sa duket vitin e kaluar kanë qenë gjitha ekipet shqiptare që kanë marrë pjesë në kupat evropiane, Shkandia, Shkupi, Renova, Strunga, domethënë janë 4 ekipe në atë kohë që para 10 vjeçare, domethënë nuk e kemi as mendu, as imagjinu që një ditë mund të vihet që ekipet shqiptare ta prezantojnë sportin në Maqedoni. Profesor Blerim, faleminderit shumë, kënaqësi që ndave këtë eksperiencë, ndave këtë përvojë, ndave këtë arritje për emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim. Kënaqësi për mua dhe ju urojmë gjithë të mirat, suksese dhe mbarësi për ju atje. Kasëm, ju faleminderit shumë për mundësinë edhe për kohën që keni ndarë që të na intervistoni edhe unë sidomos nga këndim që ta bëj një prezantim të punës që bëhet nëpër shkollat e futbollit këtu në Kanada. Kjo që thash deri më tash është vetëm një përvojë jone, asesi nuk dua që dikush t'i merr si këtë tilla dhe t'i zbatoj në ambientet e veta ku punojnë në klubet e ndryshme në Kosovë ose Maqedoni, por që vetëm deshta ta ndaj një përvojë tonën
që për neve është e suksesshme edhe profitabile. Në kuptimin e ambientit shnosh që bëjmë tek stërvitjet që i bëjmë me fëmijët, edhe profitabile në aspektin që prindërit edhe gjithë ata që janë rreth nesh e suportojnë edhe mbështesin gjithmonë klubin tonë ku punojmë. Edhe po ashtu për në fund, për gjithë shikuesit e sportit shqiptar në Mërgjem, një përshëndetje të madhe nga Kanadaja këtu, nga Ottawa. Miqtë e sportit shqiptar në Mërgjem, kemi ardhur në fund të emisionit ku bashkëbisedues i radhës ishte profesor Blerimi Djazi, trajner i futbollit në Kanada, ish trajner i futbollit në klubin Kekun në Kosovë, një njeri i jashtëzakonshëm me të arritura, me përvojë e me të arritura, do kisha thënë, të përvojës së madhe të fituar, qoftë në futbollin shqiptar, në Maqedoni, në Kosovë, po tani edhe mbi 10 vite edhe në shtetin e Kanadës. Faleminderit që na ndiqni çdo javë, faleminderit për miqtë e mi të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgjem që më përkrahin në këtë rrugë, në këtë emision që është duke vazhduar edhe pas 3 viteve. Faleminderit për Shqiprim Saliun, faleminderit për Lindim Jusufin, për Avni Mustafin e për Saladin Saliun. Ky është emisioni Sporti Shqiptar në Mërgjem, unë jam Kasam Selimi, faleminderit që na ndiqni, miru takofshim dhe mirëmbëjtje.